Ndërkohë, duke u siguruar që nuk dëgjohem në shtëpi, është momenti për t'ju shpjeguar juve të parëve se cili do të jetë mekanizmi që do të përdorim për të çuar të parin në finale nga sonte. Atëherë, si fillim, dy divanët, meqense jemi ke divanët, do të ndahen nga njëra tjetra. Divani blu do të shkojë në dhomën e surprizave, divani i kuq do të ngelet aty ku është. Dhe të dyja grupet do të zgjedhin një emër që sipas tyre meriton që të shkojë në finale. Dhe emrat e secilit grup, ata që zgjidhen me shumicë vote, do të përballen në një televotim ku njëri prej tyre do të shkojë si fituesi të televotimit në finale direkt, do ta komunikojmë të shtunën. Ndërkohë, tjetri do ta zbuloni gjithashtu të shtunën se çfarë do të ndodhë. Keni parasysh që divani blu do të thotë një emër për atë që meriton nga divani i kuq, dhe grupi i divanit të kuq do të thonë një emër nga ata të divanit blu. Keni parasysh që fitojnë emrat me shumicë votash, por në raste kur nuk ka shumicë, pra po themi kur Rozana, Egli, Gjesti dhe Laerti i thonë të gjithë nga një emër të ndryshëm, atëhere i bie që do të shkojnë më shumë se sa 2 persona për këtë televotim për finalistin e parë. E kemi qartësuar për publikun, është momenti të shkojmë në shtëpi. Thellë, tashmë një ke divani kuq. Atëre, u riktheva me ju, tani do doja pjesëtarët e divanit blu të vinë me mua në dhomën e surprizave. Okej. Ndërkohë, divani i kuq do të qëndroj aty ku është të ulur si qeni. Po, normal, për nominime, qarë? Nomination. Shkojmë si fillim në living, ku na pret divani i kuq. Atëre, Gerta, Danja, Jozi, Loredana dhe Aldo, si pjesëtar të divanit të kuq. Sonte, vllai i madh ju vë përpara një zgjedhje. Juve duhet të zgjidhni një person nga divani që keni përballë, të cilët besoj i mbani mend se 4 veta janë, që sipas jush meritojnë të shkojnë në finale. Dhe emri me shumicë votash do të përballet me një emër që ata do zgjedhin nga grupi juaj për një televotim ku njëri do të shkojë në finale dhe lajmin do ta marrë që të shtunën. Qartë. Gerta, kush meriton sipas teje? Atëherë unë kam thënë 2 emra nga divani. Më duhet vetëm një. Që ka qenë Rozana dhe Gjesti. Më duhet vetëm një, të lutem. Po, dhe më shpejt, Gerta. Rozana. Rozana. Danja. Gjesti. Jozi. Rozana. Rozana 2, Gjesti 1, Loredana. Gjesti. Gjesti 2, Rozana 2, Aldo, ti me sa duket vendos. Po, do thoja Gjesti, sepse është e qartë, po them Rozana sepse kam përshtypjen që Gerta do të shikojë diçka me këtë nominim, kështu që po them Rozana. Po thua Rozana. Atëherë nga grupi juaj, ai që meriton finalen është Rozana, do të përballet me njërin prej jush. Dakor, mbyllim lidhjen me living dhe shkojmë tek dhoma e surprizave. Jam me ju. Nuk dëgjosh. Do dëgjohet me njëherë. Vetëm ngrije pak volumin. Do ngrihet me njëherë. Okej. Atëherë, duhet të dini që vllai i madh sonte ju vë përballë një zgjedhjeje. Juve, me shumicë votash, duhet të zgjidhni një person që bën pjesë në divanin e kuq, i cili sipas jush meriton finalen. Më pas, i zgjedhurin nga skuadra e divanit të kuq do të përballet me të zgjedhurin nga skuadra juaj në një televotim për finalistin e parë. Gjesti, kë zgjedh ti? Nga divani kuq. Nga divani kuq? E kena kështu personale, mu Jo, nga divani i kuq, personale. Pra ti zgjedh dikën nga divani i kuq që meriton finalen sipas teje. Pak më shpejt. Gerta. Rozana, ti zgjedh? Jozin. Jozin. Laert? Daniela. Danielën. Egli, ti mund të bësh ndryshimin, pra kemi një vot për Gertën, një për Jozin dhe një për Danjën.
Do më duhet t'i ri koherent e zgjedhjes që kam bërë, se nuk dua të dal në kontradikt me veten time kur kam thënë emrat e finalistëve. Patjetër, është zgjedhja jote. Gerta. Okej, atëherë me shumicë votash kemi 2 për Gertën nga Egli dhe Gjesti, kështu që Gerta është e zgjedhura juaj. Duhet të ktheheni në living, faleminderit. Do të thënë nominim për finalist. Për finalistin, po. Atëherë ju e jam sërish me ju, tani më të bashkuar në dhomën e ndenjes dhe është momenti për t'ju folur të dyja palëve, siç edhe e dini se u shpjegova se cili prej jush duhet të zgjidhte me shumicë votash një përfaqësues nga divani përballë që sipas jush meriton finalen. Divani i kuq ka zgjedhur Rozanën, divani blu ka zgjedhur Gertën. Në këto momente, unë do të hap zyrtarisht televotimin për finalistin e parë të këtij edicioni. Në këtë përballje mes Rozanës dhe Gertës, njëra prej jush do të shpallet finaliste e parë ditën e shtunë, tjetra do të zbuloj fatin e saj po të shtunën. Kështu që, suksese të dyjave, vajzat. Faleminderit, suksese. Dhe mbas këtij momenti zgjedhje, doja që të flisja pak me Nedën dhe Arbrin sa i përket zgjedhjes që bën secili. Mendoj që do jetë një javë shumë e bukur, me shumë konkurrencë, edhe mendoj që dhe Rozana dhe Gerta do dinë që publikut Big Brother do t'i japin spektakël që ato të dyja dinë të bëjnë dhe publiku meriton. Si të duk fakti që Aldo ishte i gëzuar mes Gjestit dhe Rozanës, por pastaj për të mbështetur Gertën, tha që po shkoj me Rozanën sepse lexoi që Gerta do të mësoj diçka nga kjo. Aldo mu duk si natën e parë të Prime-it që se ndau do të kur mendjen vërtet, edhe sonte ishte i dyzuar, po mirë që vendosi. Qartë. Arbër? Po, edhe Gerda besoj për këtë arsye ka zgjedh apo jo? Se shikon si dy zi. Gerda? Rozanën, po. Po. Patjetër. Për të parë, domethënë se si një garë mund shkoj apo jo? Po. Për të parë një garë më të Për mua është lëvizje e gabuar, Elian. Sepse mund të marrësh një përgjigje, cila do qoftë ajo të shtunën, edhe varet se sa kohë ke për të rikuperuar në rast se është e gabuar, për shembull. S'ka problem, Arbër. Është jo në favorin tënd. Arbër, nuk ka problem. Po them. Të paktën do jem më e qartë edhe unë me veten time dhe do mësoj tek e fundit se si janë gjërat në shtëpi. Besoj se për atë të gjithë jeni të qartë se data 19 po vjen shpejt, kështu që edhe janë edhe nuk janë. Tjetër gjë ta thonë me se nuk do zgjidhen finaliste, nuk është shumë paragjykuese si deklaratë, sepse nga ana tjetër ti nuk e di si shkon ky nominim, edhe bësh të deklaratë përpara nominimit është mendoj unë pak paragjykuese. Se di ti si do shkojë? Jo, se di, prandaj s'u shpreha, prandaj s'u bilancova. Për mendimin tim, përgjigjja që mund të marrësh ka risk. Unë nuk thash që do dali Rozana. Thash që ka risk, sepse mund të marrësh risk në secilin rast. Ka risk sikur të ka risk. Po ndoshta e din ai gjën Eda burse. S'flet kot. Arbër, ne këtu jemi në një lojë që po. Jemi në një lojë këtu Arbër ku secili prej nesh duhet përballet me të vërtetën e tij në fund fare, kështu që do të marrim dhe riskun përsipër, nuk Okej. Sido që tjerë. Secili prej jush, përveç atyre që thanë të njëjtin emër, dhanë variante të tjera, kështu që mund t'i diskutoni gjatë darkës arsyetimin sepse dhat atë emër që thatë, sepse është momenti për të shkuar tani tek Storm Arena dhe për qiuar një darkë të shishme sonte që vjen e mundësuar nga Hotel Nord Park Albania, që gjendet në rrugën Rinas Fushkruj, Nord Park, një prej emrave më të famshëm, aty ku fillon një urlice mes tradicionales dhe modernes, ju mirë pret për të ngrënë dreka, darka, po dhe mëgjese gjanëm, super të shishme. Atere, yje! Hey, thank you shumë!
Kaloni bukur sonte, shijojeni aq pas ka gorgonzola aty. O Ledion, Po, Ledion, po. atë letrën kur do ta marr? Kur të vendosi vllai i madh, unë ja dhash me porosi, tani ai nuk është se më rri mua nga mbrapa. Do me thënë, herë më dëgjon, herë jo, po ja dhash me porosi. Faleminderit. Kështu që uroj që ta marrën sa më shpejt jetë e Faleminderit për mundur. surprizën, Ledion. Po ju lë me njëri tjetrin, faleminderit ty Rozana, faleminderit gjithëve. Ju përqafoj. Po Jozin. Po bëja vetë më të falat Arbrit, që t'ja bëj unë. Puthje. Puthje. Okej, dhe këtu ndahemi bashk, duke ju falenderuar gjithve për vëmendjen, ju lë takim të shtunën në orën 21:15. Por përpara dua t'ju kujtoj që këtë të enjte, prej orës 15 deri në orën 18 do të kenë mundësi banorët që të intervistojnë njëri tjetrin pak ditë përpara finales në një transmetim maraton live, jo vetëm në 2 kanalet e Digitalbit, por edhe në valët e Top Albania Radios, kështu që ju ftoj ta dëgjoni aty. Falenderoj ish banorët që ishin me ne, të cilët sot I kam dëgjuar po aq shumë sa ata brenda. Dhe natyrisht Nedën, Arbrin, bashkëshoqëruesit e mi në këtë aventurë, e cila dal nga dalë është duke ardhur në fund. Përpara se t'ju lë që të shijoni mbrëmjen tuaj, do dua të mbyll me këtë. Mirë është të mbani mend kush ishit përpara se të bëheshit kush jeni. E dreqosa pak të. Jo, e di pse? Se këtë shprehjen e marrin e hedhin në Instagram edhe shpërndahet shumë. Ta them edhe një herë të njëjtën e? Po, sa profesionale. Po dhe të njëjtën nuk e them unë, jo. Nuk e them një të njëjtën, do them një tjetër. Qa them në një tjetër, një të bukur? I gjeta. Leskoviko Guri that. Natë me mirë, paçi fatë.